Në çfarë gjuhë është? A na qenë ka dhe në gjuhë rome, sërbe, bosnjake, vlehe, turke? Kujt po mundohen t'i hedhin pluhur në sy? Ma e ndershme është, po jo jap një këshill vëllazërore, se prap vëllezër një gjaku, në rrugë të gabume, totalisht politike janë. Madje ju I konsideroni që të dalë për partisë tuaj. Po, shumica janë derivat Po. I BDI-s. Shumica janë derivat. Ta përfundoni me këshillën pastaj për të vazhduar me tema tjera. Ua them një këshill miqësore, që le ta mbrojnë këtë arritur. Le ta mbrojnë, këtu le të fokusohen. S'kan takat për me bo ma shumë, gjithë po e shohim. Po mos të bëhen nihilist. Edhe ti dëmtojnë këto të arriturat të cilët I kemi shënu bashkë, si shqiptarë, si shoqëri në që ose doni. Edhe si shoqëri, se për ligjin për gjuhën nuk kanë votu vetëm deputet shqiptarë, kanë votu edhe deputet komuniteteve tjera. Po më fiks. Kjo është arritur e marrëveshjes paqësore të Ohrit, edhe prandaj po ju them, nuk është temë substanciale, demantomni nëse e kam gabim, se si ka qenë, në të kaluam se s'ka qenë deri në të kaluarën. Kjo është një situatë. Do t'i kemi edhe shumë situata tjera do të lindin. Edhe po lindin. Po I provimin I jurisprudencës ju po e përmendi. Po provimi I kontabilistëve. Po provimi I studentëve të arkitekturës, të diplomorëve në arkitekturë. Po provimet shumë fushat të tjera. Po ju e përmendet edhe me të drejtë e përmendet. Po procedurat gjyqësore, ju e dini se ligji për gjuhët. Mjafton thot, njëra nga palët në proces të jetë shqiptar që gjuhë e procesit, jo gjuhë e përkthyme. Tjetër është ai I Indonezisë në SBA, që nuk e kupton anglisht dhe ja sigurojnë përkthysin. Kjo e drejt garantohet në gjitha vendet e botës.